Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Do bëjmë një mesazh për ju, në fakt dy janë, nga që sot nuk arrita të bëja mesazhin e juaj. Do i bëjmë dy ktherade për sot dhe nesër, të dashur ujorë. Dhe të shohim. Në fakt kaprolli është mbrojtës. Kështu është në letra tarot, një person që mbron. Është një mesazh shumë të qartë keni marrë dhe të thellë për dikë që ndodhet në një fazë reflektimi, do ta thosha. Ndalese ose pritje, por që brenda vetes sigurisht je duke akumuluar, mbledhur një lloj force të heshtur që po kërkon të veprojë në një farë mënyre. Ky mesazh është një kujtesë për qëndrueshmërinë që ke ndërtuar përmes përvojës. Nuk je dikush që sapo ke nisur këtë rrugë, ti vjen me histori, me përballje, me njohje që nuk mësohen nga librat të dashurijor. Është jeta ju ka dhënë këtë mësim. Ky mesazh, siç thash, nuk është për të ndërtuar iluzione, po për të kujtuar faktin që ke një forcë të heshtur dhe të natyrshme për të mbrojtur veten, për të mbrojtur të tjerët, për të ditur kur të thuash jo. Dhe kur të mos flasësh fare, të dashurior. Kjo është një forcë që nuk ka nevojë për zhurmë, thjesht për praninë tënde të qartë. Gjithsa njeriu i varur, siç e shikoni këtu, flet për periudhë kur ndalesh, jo sepse je i dobët, por sepse ke zgjedhur të mos reagosh më njëherë, çfarëdo që po ndodh në jetën e juaj. Mund të ndihesh sikur gjithçka është pezull, apo sikur je në një pritje të pafundme ku nuk ke shumë kontroll. Njeriu i varur nuk është pasiv, është dikush që zgjedh të shikon ndryshe nga një këndvështrim tjetër. Të qëndrojmë me veten për të kuptuar ndoshta thellë përpara si të veprojmë, çfarë tani e tutje. Ky pezullim është patjetër i nevojshëm për ju të dashurior. Ndonjëherë mësimet më të mëdha vijnë kur nuk bëjmë asgjë, por thjesht qëndrojmë dhe vëzhgojmë. Do thotë, jeni në një moment ku veprimi menjëhershëm nuk është zgjidhja. Kjo nuk është dobësi, absolutisht të dashurior, këtë ta keni parasysh, por një zgjedhje e vetëdijshme. Brenda jush ekziston një forcë e heshtur, siç thash, dhe ndërtuar nga përvojat që të kanë formuar. Tani nuk është koha për të shtyrë gjërat me forcë, por për të lejuar dhe ajo çfarë është e vërtetë për ty të dalë në sipërfaqe patjetër. Mos keni frikë nga gjithë kjo qetësi. Ajo është duke punuar në favorin e juaj. Do të bëj që të ndryshoni këndvështrimin dhe të veproni në mënyrë tjetër, të dashur ujor.